Unë besoj që reforma në drejtësi ishte e domosdoshme, dhe sigurisht kjo nuk u bë vetëm nga maggioranca apo opozita, sepse aty në parlament u votuan 140. U votuan 100%. Por sigurisht janë procese edhe të vështira dhe nuk mund të pretendohet që çdo gjë është perfekte. Kështu që kanë kaluar në këto vetingjet edhe në këto që janë bërë, edhe individ që ndoshta nuk e kanë merituar, apo nuk janë të aftë të kryejnë detyrën, apo kanë mangësi në profesionalizmin e tyre. Apo janë të kapur diku. Apo janë të ndikuar nga politika diku, apo kanë arritur deri atje edhe për shkak të ndikimit të politikës. Kështu që nëse SPAK nuk do të zbatoj dhe të ruaj të drejtat e njeriut dhe standardet europiane, qoftë gjatë hetimit, apo edhe në rastin e Veliat që u arrestua apo dhe në rastin ndonjë personaliteti tjetër politik, të cilët mund të ndiqen dhe të jetohen në gjendje të lirë, edhe për shkak të detyrave që mbartin, sikurse ndodh në Europë dhe sikurse ndodh në vendet demokratike. Majori New Yorkut ka 12 akuza dhe vazhdon. Unë e kam thënë këtë gjë edhe në një rast tjetër dhe këtë do të kisha parapëlqyer për SPAK-un. Gjithsesi jam punë e tyre dhe unë vazhdimisht i uroj që të kenë suksese, sepse në fundit është një institucion që ka ngjallur një besueshmëri në opinionin publik. Edhe për shkak të luftës që bën kundër krimit dhe kundër korrupsionit, sepse duhet pranuar që korrupsioni është ndruar në një plag shumë serioze dhe gangren të shoqërisë shqiptare. Dhe domosdoshmë në 12 vjet një qeverisje patjetër, sa më je gjatësi në pushtet të kesh, aq më shumë kosto krijohen dhe sigurisht aq më shumë edhe raste korruptive. E rëndësishme është që tashmë është krijuar edhe ideja, por edhe praktika që njerëzit duhet mendohen 10 herë kur janë përpara ndërmarrjes së praktikave korruptive. Sepse ç'është e drejta, kemi plot raste që janë vënë përpara përgjegjësisë penale. Problemi është që a janë finalizuar apo janë zvaritur. Dhe ka mjaft çështje që të zvariten. Sepse kuptohet që ashtu sikurse ka çështje që janë kthyer nga gjykatat. Kemi rastin e ndonjë kryetari bashkie që përtej faktit dhe akuzave të pathemelta që janë ngritur, ata kanë fituar gjyqjet dhe këtu mendoj që kanë funksionuar gjykata. Është rasti një kryetari bashkie e Partisë Socialiste që ka marrë parë për ndërtuar rrugën e fshatit. Dhe ai është në burg, kurse këta që kanë milionat, Famir Medio që hudhi ner një gërdec të tërë dhe dhe shëtit poshtë e lartë në Amerikë, big deal se në tako ka disa senatorë amerikanë dhe vjen këtu me fotografi. A thu se jemi para 90-s, më qisën 100 fotografi, dhe tjetra është që këto partitë vogla, përpos kësaj këto i marrin parë edhe nga buxheti i shtetit duke u bashkangjit partive të kur nuk kanë votues. Famir Medio të garantojnë të nuk ka një mikrobus me votues. Tani unë këtë gjë nuk e di, por mendoj që edhe shpresojmë që drejtësia të bëjë punën e vet dhe të dalin fajtorët e vërtet. Një drejtësi e vonuar është një drejtësi e harruar. Është një proces që po vazhdon edhe me thënë të drejtën kur janë të stërë zgjatur, sigurisht që kjo e cënon pak besueshmërinë ke ata që e ndjekin këtë. Jo, më duket nuk ka një precedencë, nuk ka një që ketë një vullnet, sepse aty faktet janë, dikush i vrau, urdhët janë dhënë për një seminarin. Patjetër, më së pari njerë, aty janë përgjegjës... Nëse kujtoni ai tha i kam 4 snajper atë Tarac. Më së pari është kryeministri përgjegjës, sepse aty ishte lejuar dhe puna në zez, madje dhe puna e fëmijëve. Pra aty shfrytëzoheshin dhe fëmijët. Aty shfrytëzoheshin gratë me punë të zezë. Dhe ata në të gjitha elementët, pra aty ndërthurej disa institucione qeveritare, disa ministri janë përgjegjës. Dhe kështu që nëse nuk do të ketë një hetim të thelluar dhe për atë, atëherë. Dhe një gjë nëse ju kujtoni shumë mirë skandalin e Iran-Gate-it me armët, Amerika me Iranin, në kohën e Reaganit se ka pas ai generali që ishte atje. Ja kam harruar emrin tash. Edhe ai kur dolin gjyq tha unë jetën time e vej, po jetën e fëmijëve të mi nuk e vejet familjes time, se kishte rrethu shtëpinë me... Por, çështja është që ato para
Do më paktën ato para nuk shkonin në xhepat e presidentit apo në xhepat e generalëve, po shkonin në buxhetin e shtetit. Ajo tregtia armësh po doli plasi skandali dhe kurse këto rastin e Gërdesit që amerikanët u dënuan. Po pra, kurse këtu kemi është bërë dhe filmi i llogaria më e thjeshtë janë biliona dollar aty vetëm metal të kishin shit ato. Ku janë këto para? Që janë bërë nga ky trafik armësh. Ku janë parat, Sigurisht nuk është vetëm ajo. Ku janë parat? Ke ndërtimet e Shkelzenit? Po të shkojmë me historitë e Saliut, do të kemi dhe embargon e OKB-s që ai e shkeli në 94. Që e shkeli me naftë. Është vetëm ajo që është në kujtimet e Bullatoviçit, ish kryeministrit Malizit, atë segmenti sepse kanë qenë bashkë me Serbinë,